Në fshatin në Rast të Bashkisë Belsh ka nisur sezoni i vjeljes së duhanit, një kulturë bujqësore që vazhdon të mbetet burim i rëndësishëm të ardhurash për shumë familje të zonës. Fermierët janë çdo ditë në Arad duke mbledhur gjethet e duhanit, të cilat më pasi nënshtrohen procesit të tharjes dhe përpunimit. Pavarësisht punës së madhe që kërkon kjo kulturë, ata shprehen se mundi shpërblehet. Njëri prej fermierëve tregon se kultivimi i duhanit i ka sjellë përfitime të kënaqshme ekonomike ndër vite. Sipas tij, kjo kulturë ka siguruar të ardhura të qëndrueshme për familjen dhe mbetet një nga aktivitetet më fitimprurëse bujqësore në zonë. Fermieri shpreson që edhe këtë sezon prodhimi të jetë cilësor dhe çmimi i shitjes të mbetet i favorshëm, në mënyrë që puna e bërë gjatë gjithë vitit të shpërblehet. Ai thekson se megjithse kultivimi i duhanit kërkon angazhim të vazhdueshëm dhe shumë punë fizike, rezultatet ekonomike e bëjnë këtë kulturë një zgjedhje të vlefshme për fermerët e Rasës. Banorët e zonës shpresojnë që tradita e kultivimit të duhanit të vijojë edhe në vitet e ardhshme. Të nderuar teleshikues, sot kemi ardhur në fshatin Rast të Sipërmet, Bashkisë Belshit, dhe konkretisht tek fermieri Sokol Hidri, në lagjen Hidre, i cili kultivon 60 duhan. Dhe përshëndetje. Si jeni? Si e kaloni? Mirë? Atë sa duhan ke mbjell ose ke për si vjet? Për si vjet. Për si vjet janë 5 dhe lëmë gjysmë, 6. Kemi 2 vjet edhe unë. 2 vjet. Përse para 2 vjetësh nga ke qenë. Ke qenë Greqi. Edhe vetë. Nëse ikin në sezonin, vinë në sezonin. Jo me leva. Kur marron duhanin, iki pra sa ikën, ha. Po me çfarë ke mbjell, me çfarë ke vënë duhanin? Duhani me kunjë va. Me kunjë, ha. E ke përballuar? Po. Vetëm me bashkë. Besoj që mund të zgjidhë 2-3 javë vonja. Po. E këto 60 duhan, ha. Sepse është një proces shumë i vështirë. Po, shumë. Vonja. Pse s'ke përdor makineri? Për ta qep, për ta vënë. Po, për ta vënë dhe kishi pak më farishte më shumë. Po. Dhe e vejë më shumë. Që ma mirë se jo. Pra mungesa farishteve. Po. Po kishe farishte, Edhe vjet po kështu ke mbjellë. Po lloj. Ke në mend që ta shtosh këtë sipërfaqe goli? Varet në qismet. Varet i vetë çmimi, po vjen po jo çmimi që pa mirë. Vitin e kaluar çfarë çmimi pati? Pat ke 5.600 varet. 5.600. Për këtë lloj, ha? Për këtë lloj bishtak, ha? Ka lloj tjetër, keni një lloj tjetër? Ka vonë në këtu çubull i Izmir. Po? Ai çubull i Izmir. Edhe me një çmim me edhe i çik më tepër. Më tepër. Po. Ke leverdi, po ka punë. Ka leverdi, ka punë. Ka punë të rëndë, ha? Rëndë dhe ka, po ka punë, do t'ja dishi qik. Merë punëtor në po nele, periudhë nuk ka marrë gjele. Nuk ka marrë. Kryesisht, për çaj merë punëtore? Për vjele? Me thënë e kam përvallu vetë. E ke përvallu, pa. 6 vjetë, ha? 5 gjys, 4 vjetë, kam pas 4, po e kam përvallu vetë, atë që janë. Po qepjene? Me dorë. Me dorë, ha? Se jo me makineri? Bie me makineri, po ja, e kemë përvallu vetë, a e që s'ka pasën e mos e... Dhe shumë dohon, e shumë vetë. Kore ti nuk e vardisë dohon, në? Nuk ka unë. Ka tjenë që e vardisën? Pushka në shpushë, nuk ka për dikushë, po? Si ka thonë, pak dhunë, i vardisën. Në që të manë pushë. Po, që të manë pushë. Aji që e ka vardit, e ti ke informacion, ka marrë më shumë dohon? Po. Në ka marrë më shumë? Mujti ka 30 vetë, dohon e se më shumë. E rritë dohonin e ka më shumë. Kemë kanë që të bashuritin? Për shumë të zemë, jo të gjithë, 60, për pusin që kjerë, ndoshtë nuk e të thënë. Da provoj. Po pjesërisht? Da provoj. Pjesërisht. Pjesërisht mund të bëni. Përse mund tjetë përfire zgjato, dhe kë piqet shpet, vjen për gjithë shpet, digjet, shumë i nëmë. Në mënë zonë të dinë në qitë.
Ja, ajo është Bie në ishi. Inshallah bi në ishi, po po pra po sra do me pjesërisht si ka thonë. Sa kohë ke që vjen, ke filluar vjetë? Kam e pejë sonë. Ke 50 vjetë, në sa gjatë më. Da 3 kanë, varet. Varet nga pjetë, ha? Varet nga pjetë. Po, që da hej si s'bon, ja. Po, kur dal lulja, ja, hek lulin? Djeri me se ka të një. Ja, se ka një rrës, ka dalë. Shok, kësmet, vajzë të i. Po rritë i, po vojtë i mafa i, nuk e që do parë. Dhe të rritë. Sa kuntal dohan more për 2 vjetë, ose sa kuntal more gjithë? Ja, aje ka para dhe me 2 gjysë, me 3. Po, vjetë sa more? Gjithë 2 gjysë. Do më 5 kuntal. Ka 2-3 mëjtë të vete. Po pa dhe mas dhe lyme t'ine. Po. Se po pa dhe 3 dhe lyme të dhije, nga 3 dhe dohan. Po pa dhe në 2 gjysë bima ma pak. Të mi kush i merë dohanin? Si firmë dhuti? Si firmë. Firmë me greku. Lartë kemi shumën tonë që kemi tu. Po ka shdarja. Nga thotë e qunë se onjoni si merë si për mashtë, që nga fytë nga thotë me bëjtë. Filon ditë e vini, këtë e shqitët, këtë e pytë për gjithaj. E marrë një loj, për shumë ka i kuntal? Si vjeshtoku, se i marrë një loj. Njërë, nuk i marrë për shemë këtu se kjo e ka qmimin, dhe i tjetë da ketë ma pak si. E marrë një loj. Po mi disë fermerve, po me të një qmime marrin, për shumë unë jam fermer që kam prodhu për shumë dohanin, e qaj, po dhe ti fermer dhe fermer. Të njëtë I loj firma, jo, tu ka. I loj. Një loj qmime? Jo, i në gjeni. Mo dhe vizë me tinqe, me 2 tinqe. Po pëse dhe vizët kjo? Po i me në varë se mo t'jeri që baj mire. Që dohoni, varë se... Do më thonë, i mire me të keqin diferenca e 100 lek. 200 lek, 200 lek. 200 lek. Nuk ka ma të. Ma shumë nuk vete që të fusha po. Interesant. Po, a që ka. Sepse, do më thonë, cilësia e mirë me cilësinë e dobët. Po, e kanë standardet, ata kanë vonë vetë, vonë të vetë kaq. Për shemë, unë e kam që ma mirë fjera vjenë, që dohoni që me i 200 lek. E keti i 100 lek se ma pa. Ba të levi. Ska? Po të levi, po ma të. 100 lek të ma pak, 100 ma shumë atje dhe... Atjetën. Edhe në satarja. E aty ka bo më të peshoj e ty, mos levizim më mater. Për shemë, nuk thote që kemi me 6.000 për shemë, ose me 7.000. Për shemë, unë ka ma mirë, për e da marri me 7.000. Po mirë zbritje, bëjnë ata? Zbritje bëjnë. Sa përqim për zbritje? E ka 10 kile për 1 kile, 10 kile dohon e ka 1 kile, nuk e kutia, me kuti ka 1 kile për kuti. Me i shetë kanë zbritje, po kështu për lakshtin, kontrollojnë për lakshtinin? Lakstin po, do të jetë normal. Normal. Mos e veshni, për shemë, që të fosë ujë me në këtë ja prishë të dhjetje, përsa e kjo dohon, po e mune dhe prishë. Ku e sistemon gjithë të dohon? Këtë shpije, kam i po thëjtë prapa, në i veti, stifet jene. Gjatë kohës ku fillon këta... Të zbudhe, bjeshjet e vjeshtë. Bjeshjet ose me famë me ujë, shumë. Po të rashi, kur keni filluar me shqit vjetë? Ka qenë mund 10 orë fakt. 10 orë? Keqik ma vonë vjetë. Ka qenë 9 orë, po keqik ma... Po legët, si e japin legët? Legët nuk ka problem fare. Me bank. Me bank. Ja vonojnë legët? Nuk vonojnë. Sa fermera përkësh kanë njëllë këtu të ekipëre? Për rastu. Po janë, gati e 20-30 veta janë. 20-30 veta, 20-30 veta, në 5 zëdëm, të më zonë, i bjekë e të qëtarë. A 5 zëdëm. Ka në dhejke vetë. Ka në dhejke vetë. A këto, e të levis. 5 veta, shtu në njëri. O shtu i që kanë vonë që njëri. Po në njëri, në fermeri ri, që ka vonë për herë parë. Kuj me, ja po 5 të taj. Para të shumë, të të njëtët. Po kanë, vonë. Po për para, se të rritë shpit shmimi dohani që të bënë 5.000 lek, 10.000 lek. Pa të vonë. Para 10 vjetë. Pa të vonë. Pa të vonë. Vjetë e në flamu, po jo që veja unë. Unë që të gjerë e për gjëfina. Që përku vje vishë shpija vje të. Atë ka që mimi të sigur me të vjetë. Si pas të e braktisëm dohani, fermerës. Pa braktisëm ka që nuk e një vërdi. Përshemë, 2.000 lek, që në vetë 2.000 lek. Braktisëmi një mullet. Do fusë një benet e soa, se në shrive të rritë. Kjo i ke mas kohë, do në rritë, në dohoni o në rritë.
Por atëherë ma të kishe nuk kishe, do dhe herë kishe frita. E kishe, pas nuk kishe atë lloj atë siguri për shembull. Si mendon ti? Sigur për shembull të mbjellin shumë veta. Domethënë fshati rrasët gjithë tjetër, shtohet sipërfaqja. Si të ka qenë? Ky çmim do jetë? Po. Njëri filloi, domethënë si varitet, po vazhdimisht. Kurse ai është dështak Samsung do jetë besoj, ëh? Pa i lesë për të të Po. Sa ndryshimi kanë ta? Vjetë ke pas nga ky lloj? Sa ndryshimi kanë në rendiment? Ky ka qik ma shumë për peshë, pak ma shumë, dhe ma një qik për peshë, pa poj, ma miroj, fa një shta. Po pse është më i mirë? Ma mirë, ma jeshtë shumë. Si ma shumë, po. Këta i zgjidhe kanë arru shumë herta, një fare, për shemë, nuk kalon për një fare. Pa nuk është për i lloj, Jo si mjetë tjetër, a i vjetë tjetër. I bëndë shumë si mjetë që dhe këtë, dhe këtë peshën e dita, dhe këtë e vëtë mirë. Në gjethet dallon në trash se sa. Se i e tjetër. Se sa i... Po, ja da, si mjetë do duket kjo. Si mjetë do japë e gjethet ma trash. Ja si ku e vetin e kjo. Në kjo se ty, ku shu dive se tu, po kjo më këtë pathollet e nga fuga. Po përsa më thu. E në dhe shokë, kam më pesh, do të thot. E në bishtaku shumë i njëra. O më i dërushim e. Si do ujnë, si do në ujnë. Si të jenë më dërushim. Tu pas ke për vjerë, Po do fillat e zi, maran këtë do fillat e. Ka gjethet, po. Këtë do për ditë. Du teqe, ja, e bojë. Edhe këto për donë. O zverë, ja. E e zverë. Kurse kjo janë... Do në gjitha, do të heqime, do të lirume, në lartë. Do të lirume, po. Sa gjethet e ti mërë? Po vajrë me, si bastini. Apo si? Me 3, edhe 2, edhe 3. Bastini. Se ka i gjoj, mi fjellë, që zona jonë ka kultivu donë në kohë, që në kohë të zogut, ka i gjoj që sa ma shumë gjethet i marrësh, ma shumë digjen mrapa. Hesën, po digjen mrapa. Por duke i marrë 2-3 gjethe, ti e kalon shpet. Edhe vjen rava gjethet. Por se duke i marrë 4-5 gjethe, 6 gjethe, se pas një tje kështë bon si për tegat e donin. Ajo e vonon i ti vonon radhën dhe kur të bish ka tjetër e janë zdjek. O djekë në diu. Sa ma pak gjethe ti marrës, bide, ose dhe ma mirë edhe përse për këtë cilësi. Po, anë ma mirë. Sepse 2-3 gjethe mund të piqen. Po, pra. Ajo në ma mirë, o shumë ma mirë. Kjo vene me 25. Risht, 25. Po bimët? Me bimët me varet metre ka me 12 peso, ja. Në metre ka 12 peso. 9 centim, 8 centim. E ke plëcuar bësa këta, e? Po. Se pa ma të vit ke hekri, që kishe shumë afer, po dhe gjendje ishe shumë e mirë. Pa e shumë vene heprere, fakt. Krimi e fashë, krimu e sen kjo djekë ju, djekë në kjo kjo. Tjera isë, alë mojë smuni. Po. Ma ishe të kishe për blefare. Ky do vete vjelje. Po, ta pastrosh ta bësh si atje, bravo. Si atje. Po. Po tokë tjetër, ke tokë tjetër ti? Dohon. Jo dohon, s'ke vetë ta këtë. Ke ullin, sa ullin ke? Ja, për të 2 kërra. Ona ke 7 lëndës. Ma pak. Qa varieteti ke? Ka koronek. Koronek. Si më gjendje si vjetë? Ata si shi kejtë. Po vetë për anë i vadje të qojtë kjo në tokë, nuk e di, po nuk e një kejtë. Në lidhja, e? Po i vetë shohë. Ku i ke në lidhë të? E kam të në përfajë dhe. Në në ka gjitha udhja Po, ne, e? bravo. Gjedur i kaduar. Kadu, bravo, që kjegja. Kadu kjegja. Kadu më kjegja. E se janë të të funësin dhe në janë ta, pra. Nëse ti da pasrës të saj. Po, ka rëgullat e i. Si punë e kësaj këtu. Ashtu të bodi gjithë e. Si që shërë të këtu. Këmë vjen mas i jave të dhjekje. Do këtë të ditë. Besoj që e qerkullosh. E këtu unë e dalteni da. Besoj që da e qerkullosh ti për i javë. Marum. To pëmë të në dhatë tuk e proj. I ka e i për shemë dhe to, po... Kanë, ta gjithë në tokën, më tonë, ka e.
Ata që kanë tokat më tonë, se po këta të neve. Nuk di se unë kam i gjera që. Ndi ku danë trajt në kruat e Po, ku se kam, nuk më poni këtë bravo. Ku dhe me trafë. Të nderuar teleshikues, siç dhe na ndoqët, ne ishim në fermën e Sokol Sidrit, në fshatin Rase Poshtme të bashkisë Beqit. Dhe bashkë biseduam me Kolin për të sipërfaqe dohanin që kam jeu, sa teknologjie ka përdorur, sa merë, sa çmime si sa gjitha. Dhe kam jeu goxha gjerë dëllëm 2 vetë burrë gru që përballon. Unë në emër të Belës së dhe e falenderoj këtë fermer për punën dhe sakrificën që bën. Ju falenderoj edhe una. Ky ishte edhe emisioni sotëm. Faleminderit për vëmendjen, mirë takohemi në emisione tjera.